që tregon nëse zotëria në fjalë del dhe i referohet një deputeti dhe i shtrëmbon fjalët, i jepet fjala për replik. Tani të lutem shumë, më shtoni fjalën për replik që ti replikoj antarit bandës Suelçelës. Zotëria në fjalë vjen dhe na flet tu që pse nuk duhet flasim për krimin. Normal që s'flasim dot për krimin se del emri këtij te krimi. Dhe kërkon ky zotëri që ka qenë pjesë e qeverisë që sankcionoi e para Kosovën të na flasi këtu për Kosovën. Ky e ka sankcionuar bashkë me shefin e vet dhe shefin tuaj dhe shefin kësaj jame. Kur ndaloj takimin, jo e kam fjalën për replik, ta përmenda procedurën që më jep drejtën e replikës zotëri. Po, e merr dot fjalën vet. Po, e kam fjalën për replik për të cilën e regjistruar këtu për procedurë. Nenin, do më hapësh replikën apo jo? Më thuj nuk e njoh rregulloren dhe nuk merrem. E heq fjalën. Po mblet i kthej replikën zotërisë. E ke marr fjalën për procedurë. Po dhe ju kërkova minutat shtesë për replikën. Po zotëri, ju kërkova minutat shtesë për replikën. Tani, zotëria në fjalë nuk mund të vi këtu kur është pjesë e kabinetit që ka sankcionuar për herë të parë Kosovën. Zyra e kryeministrit të Shqipërisë, e Sali Berishës, ishte zyra ku presidenti i Shteteve të Bashkuara erdhi dhe nxorri Kosovën pavarur. Ndërkohë që këta dhe kjo parti organizonte protesta kundër ndërhyrjes NATO-s në Serbinë në 98-ën. Këta e kanë bërë. Deri në aeroport. Zoti Luan Baçi, replik kush? Kush e kërkon për replik? Nuk mund të ketë replik mi replik, zoti Mediu. Jeni më me eksperiencë unë. Zoti Luan Baçi për procedurë.